Gerti Palali është prezantuar si drejtori i ri i Teatrit Migjeni në Shkodër, në një takim me trupën dhe punonjësit e këtij institucioni në prani të drejtuesve të zyrës së kulturës pranë Bashkisë Shkodër. Gjatë fjalës së tij para trupës dhe stafit, Palali u shpreh se është një nder dhe një përgjegjësi e madhe të jetë në drejtim të Teatrit Migjeni dhe se së bashku me trupën dhe gjithë punonjësit do të punojë që këtij teatri të japë një dimension të ri dhe një vizion bashkëkohor. Jam shumë i lumtur që jam këtu me ju, që kena punu të tanë bashk me projekte në këtë teatr, edhe jam shumë i lumtur që do t'i vazhdojmë të tanë bashk. Gjithmonë kena bashkënda dëshirat për teatrin, vizionet që ne kena, gjana që kishim bën ndryshe, edhe jam shumë i lumtur që të tanë bashk ato vizionet, ato dëshira me i vunë zbatim në këtë teatr që është si tempull për ne, që ne ma shumë kalojmë kohë këto, se sa në shpinë tonë, dhe më thanë. Atë që unë di, atë që ne dim të tanë bashk, do përpiqena që me ndërtu një teatr shumë më të mirë në tana dimensionit, në dimensionin e rritjes së premierave, në dimensionin e krijimit të gjanave të reja, në dimensionin e binjakëzimit me teatrët e tjera, me pru regjizor të mirë shqiptar edhe ndërkombëtar, në tana dimensionet të tanë bashk, do të bëjmë më të mirën që është për këtë teatr. Unë ju du shumë fort secilit dhe besoj se do bëjmë një punë të mirë të tanë bashk. I diplomuar në Universitetin e Arteve në Tiranë, Palali ka spikatur në skenën shqiptare si aktor, regjisor dhe producent, duke realizuar një sër shfaqjesh teatrale dhe filmike të vlerësuara me çmime në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai ka bashkëpunuar më parë në Teatrin Migjeni, duke njohur nga afër skenën dhe trupën e tij.